Vetëm pak kohë pasi Gjykata Supreme hodhi poshtë bazën ligjore të tarifave të mëparshme tregtare, presidenti amerikan Donald Trump reagoi me një masë të re, duke shpallur një tarifë universale prej 10% për importet. Kjo lëvizje shihet si përpjekje për të ruajtur presionin mbi partneritetet tregtar dhe për të vazhduar politikën proteksioniste për administratat e tij të ndjekura prej kohësh. Vendimet e fundit mbështeten në seksionin 122 të legjislacionit tregtar amerikan, i cili i jep kreut të Shtëpisë së Bardhë kompetencën për të vendosur tarifa deri në 15% për një periudhë 150 ditore pa pasur nevojë për miratimin e Kongresit. Kjo dispozit i ofron presidentit fleksibilitet të menjëhershëm për të reaguar ndaj situatave që konsiderohen të dëmshme për ekonominë kombëtare. Vendimi i gjyqtarëve hap rrugën për kthimin e miliardave dollarëve te kompanitë e prekura nga këto masa. Megjithatë, nga Shtëpia e Bardhë, Trump la të kuptojë se procesi i rimbursimeve nuk do të jetë i thjeshtë. Ai paralajmëroi se çështja mund të përfshijë në betejë të gjata ligjore, duke shtyrë për vite çdo kompension të mundshëm për bizneset. Presidenti mbrojti politikat e tij duke theksuar si tarifat synojnë të nxisin investime dhe të rikthejnë prodhimin brenda territorit amerikan. Sipas tij, administrata ka alternativa të tjera për të mbrojtur ekonominë dhe për të bërë vendin më konkurrues në tregjet globale. Fillimisht, masat tregtare u fokusuan ndaj Meksika, Kanadaja dhe Kina, por më pas u zgjeruan duke përfshirë 10 partnerë të tjerë tregtar. Trump e kishte quajtur këto ofensivë ekonomike si një ekonomi çlirimi për industrinë amerikane, ndërsa vendimi i fundit tregon se përplasjet ligjore dhe politike mbi tarifa do të vazhdojnë dhe në muajt në vijim.